thonë drejtën, si realitet është thuj se 80% që ka del ato, mos thëm 100%, është gjatë emisionit, që atë gjirohet, thuj se 80% është reale, që ka të bëhat. Të është ka shambull, që me thonë, ka eksperimentin një kuzhinier për me nëzirë një pjot, një recet, një diçka. Se mungoj shambull, ka gjona që që jetu punu, këtu të na veç ndollët rryma. Ndodha ja. Që jetu, të është pethëm kështu të aman. Që jetu punu shambull uje, veç kërë shef shambull as lajmëri mas kur gjot ndollët uje. Që ka bu një kuzhin pa uj pa rrymë. Kjo është me njerë, veç me i fjallë të jatë biznes, po shkun të e shu. Të është nuk përdu me gju gishtin as të qeveri, as të ajo, po këto probleme mendoj që duhet me eliminu pa tjetër. Në shka këtyre, të është kemi post shumë kërkesa, realisht prej x bizneseve evropiane, cilat kanë shumë interesim për morë me zhvillu turizmi në Kosovë, si investitor po fole, se unë jam edhe një shoqat hotelerisi i Kyqen, me Bajra Malqiqen, po beso që kur ka orë puna derit e kontaktin ashta, me do kështu zyrtaresht, beso që ka posa si pytje me njerë, andollët ako ma rryma të jo, a keni probleme me këto, pse keni kësi gjonat dokumentacionit, jena pak mrapa me këto byrot, do me dhonë me zyret e qeverisë. Ose në mësu të krymë gjonat drejt për drejt, ose me marrëveshje verbale dhe më pas i lënë këto të shkruarat të i harrojmë. Unë gjithë shumë takime këna posë me të shtetet, si me këtë qeverisë me të kalumet, unë ju thëmë vesh Macedoni me rëshambull, asë një shtet tjetër. Asë kanë letësira për biznese, so i dinë se kene shambull, të më dalë nga tema, po folim pra për hoteleri, për gastronomi. Vetë me tjena në Kosovë që kemi 18% shambull të timin në fjetje. Shkon Macedoni e ki 5.5%, shkon Shqipëri e ki 6.5%, Molizje e ka 6%, pse në 18%? A jemi njerëz më të posën, apo qka? Se kjo ndikon shumë. është një hotel shembull 18% të vëshën, këtu të na, X hotelin pa emër. Kur vjen një klient shembull nga Zvicra, Italia, kudo që është, ai e bën akomodime 7-10 kur t'ja hek atë 18%, m'ja hek shembull 12% si Maqedonia, besoj që janë shumë më të kënaqur te na, se i zvoglohet edhe çmimi, edhe si klient dolin më të kënaqur në vendet tona. Edhe një arsye për të kthy. Po për ata është një për arsye pse duhet me u vizitu vende. Se si jemi shtet që ndoshta komedi që ka prodhojmë, jemi me i fjalë një shtet agrar që e quajnë, prodhimet bujqësisë kemi, s'është që kemi diçka prodhim komedi çka është. Edhe mendoj që duhet me i pos parasysh këto gjona shtete. Atë pyetjen që bëna pak më herët ishte në atë kuptimin që jemi mësuar të shohim jo vetëm emisione, po ndoshta edhe me këtë botën e influencerëve të cilën po jetojmë, gjithçka është e inskenuar apo e dukur bukur, pa i po ato se çfarë ndodhin mbrapa. Kuzhina nuk është gjithmonë e pastër, kuzhina nuk është gjithmonë me shku drejtën vi apo mu dok gjithmonë bukur, sepse prapa gjitha atyre pjatave të bukura është një situatë jo shumë e këndshme, jo vetëm për syrin, po ndoshta edhe thjesht edhe për të Dinë edhe me u bë kozhollu kuzhinë. Pikërisht, prandaj po pes. Po, kur e ke shembull tash kohën e drekës, ku drekës zakonisht janë gjithë punëtorë që punojnë si në administratë, si në sektorin privat, secili ka një kohë caktuar me 30 minutë, 40 minutë pauzë. Shkon